Tema parë ka qenë tekstet mësimore për nxënësit e shkollës fillore dhe të mesme për vitin shkollor 2015-2016, ku kemi kërkuar që në këtë vit shkollor të përdoren tekstet nga Kosova. Tema dytë ka qenë aftësimi i kuadrit arsimor të cilët kanë të kryer shkollën e lartë dhe bachelor, të cilët nuk kanë mundësi të marrin vendime të përhershëm në shkolla, pasi se nuk e kanë përgatitjen adekuate, do të thonë nuk kanë fakultet, po kanë shkollim të lartë pedagogjike, dhe kemi kërkuar që pasi si një numër i madh i arsimtarëve janë duke i përcjellë ligjëratat në disa në Universitetin Hasan Prishtina në Prishtinë, disa në Gjilan, kemi kërkuar që të bëhet e mundur këtyre arsimtarëve të cilët janë duke u shkolluar të mbahen ligjëratat në Preshev, pasi ekziston edhe objekti në kuadër të shtëpisë kulturës, vetëm të mundësohet ardhja e profesorëve nga Universitetet e Kosovës, këtu tek ne. Tema tretë ka qenë kërkesa jonë që të organizohen mundësia dhënjes së provimeve profesionale nga ana arsimtarëve këtu në Bujanos apo në Preshev, dhe duel fakti se viti i fundit cili ka qenë organizuar për dhënien e provimeve profesionale në Lugin të Preshevës ka qenë viti 2013. Do të thonë nuk ka pas organizim në vitin 2014 dhe kërkuam që këto provime të ipen në Bujanos ose në Preshev. Dhe tema e katërt ka qenë çështja problemit të nostrifikimit të diplomave të rinjve të Luginës së Preshevës që kanë arritur diploma në Universitetet e Kosovës. Dhe kemi kërkuar, pasi se siç e dini, zyra Spark është e mbyllur edhe në Prishtinë edhe në Beograd, pritet në dialogën mes qeverisë Republikës së Kosovës dhe Serbisë të arrit një marrëveshje ku sipas fjalëve të ministrit pritet që nga tetori të hapet një zyrë në kuadër të Ministrisë të Arsimit Republikës së Serbisë, po ashtu edhe të Kosovës, që të ketë mundësi ajo zyre e cila do të punojë sipas standardeve evropiane, të ketë mundësi që të rinjët tonë të nostrifikojnë diplomat të cilët kanë arritur në universitetet e ndeshme të Kosovës, po ashtu edhe të Shqipërisë dhe të Maqedonisë. Këto ishin katër tema të cilët janë shqirtuar me Ministrin e Arsimit dhe kanë marrë pjesë 2 ndihmësa të ministrit, po ashtu edhe bashkëpunëtorët profesional të tij.